U rikthyem në studio. U rikthyem. Dhe u rikthyem me një energji. Me një energji që na mban që nga orët e para të mëngjesit. Mirë po sot dritëro, në emisionin ton kemi kënaqësinë të flasim me një nga figurat më të shquara të mendimit dhe kulturës shqiptare në Maqedoni. Profesor Dr. Zekiria Idrizi, ai është teolog, studiues, publicist, eseist, dramaturg, romancier, poet, kritik, letrar, një njeri që i ka kushtuar jetën shkencës, kulturës dhe fjalës së shkruar. Së fundmi është fitues i çmimit medalja e artë Aleksandrit të Madh në Salamina, ishullet të Greqisë. I lindur në lagjën e Dijonit të Shkupit dhe që nga fëmijëria dallohet nga kurreshtja për dëshirën dhe për dijen. Arsimin fillor dhe të mesëm e kreu me rezultate të shkëlqyera në medresene e Isa Beut në Shkup dhe më pas vazhdoi studimet e larta në Fakultetin e Shkencave dhe Filozofisë Islame në Sarajev, ku thelloi edhe dijen e tij në fushën e teologjisë dhe filozofisë, nga Dijona në Sarajev, më pas në Egjipt, për të përfunduar në Berlin. Dhe ne sot kemi kënaqësinë që ai po viziton vendlindjen dhe mirëmëngjesi dhe faleminderit shumë për kohën. Dhe faleminderit për energjinë pozitive, domethënë që e jep, që e ndjell gjithandej që e kemi. Ju falenderoj gjithashtu. Ju përshëndes nga zemra dhe jam ndjem i lumtur që jam ke ju në emision, veçanti në vendlindjen time në Shkup, në Maqedoni. Është hera tretë që marr pjesë në median tuaj shumë të fuqishme në Alsat. Me juve tani jam shumë i lumtur në këtë emision për bërjet që keni. Ju falenderoj nga zemra. Kënaqësia e veçantë jona. Unë do doja kur po bëje këtë hyrjen, prezantimin lagjen e Dijonit. Ka një frankofoni, si e gjete lagjen, më thuaj? Po, për arsye se është pak kjo interesant. Më pëlqen si emër që e ka. Po, Dijon, se pastaj unë kur isha në shkollën fillore, ta zëm në radhë parë, aso kohë quaj Vasil Glavinova, po kështu si quaj. Po sot quhet Ismail Qemajli. Ismail Qemajli, klasën e parë dytë e kam kryer aty në Abetanën, ku kam mësuar fillore. Më pastaj kam kaluar në Penko, Shkupveri në Penko, klasa 3, se ndërtohej aso kohë Nikola Vapcarov, ish Nikola Vapcarov, Imri Elezi sot. Do i paske prekur gati të gjitha shkollat fillore këtu, Dijon. Mirë po kjo Dijon, ku kalova në klasën e 4, keni parasysh gjuhë e huaj. Gjuhë e huaj kisha frëngjishtën, gjuhën franke. Dita kjo kjo regarde tani, domethënë kthim pak kujtoj nga ajo gjuhë, shumë gjuhë huaja kam mësuar, pastaj kam kaluar në gjuhën angleze në medreseni Isa Beut, gjuhë huaja kam patur përveç arabishtes, turqishtes e disa gjuhëve të tjera lindore. Kam patur gjuhë angleze të huajin, pastaj jam thelluar në fakultet dhe në medresej, në shkollën e mesme, jam thelluar në gjuhën angleze, kam harruar frëngjishtën, mirë po kjo frëngjishtja Dijon, pastaj kalova te Dijon, lagja Dijoni. Unë jam krenar që jam në Dijon. Që jam i lagjës Dijon. Sepse kur e vizitova mësuesin tim, tash ka frikë, ka 2-3 vjet, mos më merrni për fjalë tani, ka jetuar gjatë diku 95 vjeçar mësuesi im, që unë sot e kësaj dite përmendi, e kam shkruar për të, se kam një projekt, e kam dorëzuar këtu ta botoj me titull Me dashuri për mësuesit e mi, sa për informacion. Me dashuri për mësuesit e mi, unë kam shkruar gjërësisht që nga shkolla Ismail Qemajli, pastaj Penko me mësuesen Sevdije Imeri, nga Sherif Toska Indjeri, zonja Sevdije Imeri, kur kalova në Imri Elezi, Nikola Vapcarov aso kohë, e këtu jam thelluar pastaj. Këtu jam thelluar dhe kishim edhe gjuhën franke, natyrisht gjuhën shqipe, tash ndroi jetë zonja Shadia Sivari, tashi, para 2-3 ditësh, ajo ka qenë arsitare, unë jam pikluar thellë, pse e përmenda këtë zonjë, për arsye se ajo më ka dhënë mua gjeneratës sime dhe deri në fund në pension, sa gjenerata ka ndalë prej saj, po i jam falenderues se miqtë e mi bashkëpunëtor të ngushtë, shkrimtar, poet, kudo në trojet shqiptare, e di se unë thellësisht e kam falenderuar në radhë parë për gjuhën tonë tëmbël shqipe, se po të mos e dija gjuhën time amtare, si do të mund shkruaja e pyetja vetën, ose si mund të mësoja gjuhë tjera nëse nuk dija gramatikën, sintaksën, morfologjinë e gjuhës sime amtare. Kështu jam nisur edhe kam falendruar, jam lutur gjithmonë me krenari, kam thënë me gojën plot, po zonja Shadia Shasivari ka qenë një arsimtare kur unë isha i rritur, i formuar, si në zënë shembullor flas tani, më lejoni të lavdëroj. Lirisht. Thej modestin pak. Kur jemi tek lavdratat, unë do doja pak vetëm të marko të flasim pak për medaljen e fundit, sepse jeni një personazh që keni një veprimtari, krimtari të shumë. Do të flasim
shumë për veprat e juaja, të cilat janë me të vërtet tashmë të njohura edhe botërisht. Mirë po, medalja e artë në ishujt të Salamine të Greqisë ishte një medalje e Aleksandrit të Madh, kështu ishte çmimi i artë. Mirë po, është çmim i përmbledhjeve të gjitha veprave tuaja. Është pak më 40 vepra që i keni dhe është përmbledhje 40 veprave që ju nderuan me kupton. Siç ju kam parathënë. Si përjetua dhe ta? Unë gëzimi më kulminant, kam pas shumë gëzime në jetë kur kam marrë çmime në Maqedoni, këtu ku jam në vendlinjen time, në Maqedoni në disa herë në disa vite për disa vepra caktuara që janë shpallur nga kritika studimore letrare, vepra unikale, të mia autoriale. Kam qenë i gëzuar në Tiranë, gjithashtu shumë në Shqipëri, nga vlerësime të larta, pastaj në Kosovë në veçanti. Mirë po, ky ka qenë momenti më unik në jetën time tani si 56 vjeçar që e kam marrë medaljen e artë Aleksandri i Madh për komplet veprimtarinë time mbi 3 dekadëshe. Komplet veprimtarinë time përkthimore, studimore dhe disa zhanrore. Shumë punë. Ka qenë unik, prandaj dhe nga Berlini, duke qenë se kam qenë nominuar 3-4 muaj përpara, kështu. Që kur merdhin se zoti Zekria Idrizi jeni nominuar, kam qenë shumë i gëzuar. Prandaj kam dashur sa jam gjallë, se keni parasysh shumë artista. Post mortum vazhdojnë t'i gëzojnë këta. I kanë gëzuar post mortum. I kanë gëzuar trashëgimtarës. Ja, jam gjallë në tokë perëndis dhe ishte moment unik. Prandaj shkova, ishin Salamina ku e mora këtë medalje. Isha shumë i gëzuar, shkova në Shqipëri sepse jam i nominuar nga lidhja ndërkombëtare e shkrimtarëve, artistëve, poetëve Pegasi Albania e Shqipërisë. Shumë herët jam thellë në këtë botë, e kjo lidhje është tash mbarkombëtare. Këtu ku bëjnë pjesë Maqedonia, Shqipëria në kufit aktual, Kosova lindore, Malësia, Malizi dhe diaspora jonë nga Amerika deri në Australi. Në këtë lidhje ndërkombëtare ka 15 vjet që unë jam fuqishëm i lidhur, edhe si antar i lidhjes shkrimtarëve në Maqedoni pastaj, si jam antar i lidhjes tonë të shkrimtarëve në Maqedoni dhe në Kosovë, dhe kështu lidhemi ne, jemi në bashkëpunim të fuqishëm dhe shkova ta përgëzoj atje, dhe të vinë Shkup ta gëzoj me ju. Ta gëzojmë bashkarisht, sigurisht. Unë do doja që këta meritokracinë, do më thëmë punën, që bëjnë shumica e njerëzve, qofshin artistë në përgjithësi, shkrimtarë, gjithë njerëzit që bëjnë zbulime, uroj që një herë për gjithmonë që këta çmime të ndajnë derisa jem gjallë. Që ti përjetojnë këto emocione, që ta ndjejnë vlerësimin që u bëhet nga njerëzit të gjallët për të gjallët. Po ja për shembull një rast kështu, unë atje bëra homazh në ishullin Salamina, një homazh e bëra për një kam derin, kam pasur që e marr edhe shembull pas të ndjerit të madhit Ali Podrimjes këtë çmim, atje kam bërë një lutje shpirtërore për të madhin Ali Podrimjen, më pastaj edhe për shumë të tjerë që janë gjallë, që kanë marrë këtë si nga Maqedonia, fjala bie Shaipe Mrllahu, ose Kalosh Qeliku, ose Arjan Kallço në Shqipëri, që është një artist i madh, dramaturg, edhe është në shumë zhanra i vepron, duke qenë se kam shkruar te portrete shkrimtarësh kështu. Edhe nga Kosova pastaj ka figura elitare që e kanë marrë të çmim, se kjo medalje artë jepet jo vetëm në fushën se është organizatë ndërkombëtare për art, kulturë dhe letërsi. Aty kanë qenë nga Gjermania, ku isha unë prezente morën të medalje nga Franca, nga Gjermania, bile fola gjermanisht me ta se vi nga Berlini, u njoftuam mirë, ishin nga gjitha shtetet e Evropës dhe nga bota aty prezent në publik, që radhazi në mesin e tyre isha dhe unë, dhe kështu u gëzuam për arsye që prezantimi ishte në gjuhë angleze, prezantimi gjithë neve, në radhë parë në gjuhë angleze, më pastaj në gjuhë greke natyrisht, derisa edhe kisha përkthim simultan aty se unë fola në gjuhën time amtare. Mirë po është edhe një informacion tjetër tash. Unë herët para se të marr këtë medalje në portretin e shkrimtarësh e njoh presidentin e kësaj, presidentin grek Dinos Kubatis, vjen mirë që ai me origjinë kudo në botë ka marrë çmime, thotë unë jam me origjinë Arvanitas. Tash tu kam pas një dridhje emocionale shpirtërore se të gëzoj, ja? Më gëzoj shumë, sepse e njoh shumë mira, ishte një figurë gjeniale, është shumë i vjetër në moshë, njeri me poliedrik. Është shumë gjë e bukur kur grekët që jetojnë dhe kur e tregojnë origjinën e tyre, kjo është madhështore. Se ka filluar që të del guximi i njerëzve, më pëlqen kjo shumë. Po, guximi sepse ai thotë haptazi ishte në fund në Hungari, diku Rumuni që mori çmime të larta, tash së fundi këto 2 vitet e fundit, dhe ai kudo në për intervista dhe në botën shqiptare, madje e ka bashortën nga Shqipëria, nga Memaliaj, zonjën Lëljeta, dhe ata më pritën kështu tamam vllazënisht, tamam edhe njerëzisht, për arsye se unë kur shkova në Greqi kisha idenë se më kujtohet në medresen Isabeu, kur futa në lëndën e filozofisë,
filozofisë islame dhe filozofisë e përgjithshme, unë e kam thënë, më kthyen në atë regarde, në retrospektivën time, në Dijon, thonjza, edhe komplet filozofinë kujtohet e mësuar nga antikiteti, apo jo ame zonjë Balbona, nga Greqia antike, pastaj këtu është ajo Itaka, që themin e Itaka, Homeri, Iliada, këto që në shumë fillore. Euripide, Skile, Aristofane, të shumë. E shqyqyr zotit jam të Itaka ime. Itaka e tash unë du pak të rikthejme tek studimet e juaja, të cilët keni filluar shkollimin e mesëm në Isabeu në Shkup, pastaj keni vazhduar në Sarajevo. Mirë po ne edhe çdo ditë në emisionin tonë përcaktojmë tema ditore, zotri Zekria. Përcaktojmë tema ditore që sot është ndërlidhur pak a shumë edhe me temën dhe studimet tuaja. A është qetësia shpirtërore luks apo nevojë? Unë pikërisht kur jemi tek ajo shpirtërorja, dua të di se çfarë ka patur ndikim në jetën tuaj formimi i parë fetar. Ju keni dhënë shumë deklarata të ndryshme, unë kam ndjekur shumë publikime tuaja, kam parë edhe shumë intervista tuaja, për të informuar më shumë rreth, si të them, momentalisht pozicionit tuaj. Mirë po, unë pajtohem me një deklaratë që keni bërë që ne e trashëgojmë fejen vesh më vesh. Po, ajo forma ka qakshë, se kështu e kam trashëgu, mirë po, unë e them... Të rikthehemi të kjo shpirtërorja, në fillimet. Mirë po, zonjë Valbona, do të përgjigjem pak, kam shumë për të folur, po do përgjigjem në metaforat, në mënyrë metaforike. Momentalisht duke qenë se jam thellë dhe asgjë s'kam publikuar në një projektimin libror pranvarit të Franz Kafkës me titull, është një monologimi eseistik, cilin do të punoj akoma thellë. Jam në Berlin, ai ka qenë në Berlin, Franz Kafka, gjeniu i shekullit 20, në kritikën letrare ndërkombëtare. Përmes Kafkës, pastaj natyrisht thellë në Gjermani 40 vjet që jam marrë me gjermano-austriakët, qoftë në mendimin e filozofik në rrafshin, qoftë në mendimin letrar në veçanti. Mandej në Francë dhe në Rusi, me Tolstojnë, mendoj me Dostojevskin atje, pastaj me Sartrejnë këtu në Francë, mos i përmendi radhës i kam. Po çfarë du të them? Unë i them aty te monologu dialogues, dua ta publikoj, e them metaforën time që ta kapni ju këtë. Duke qenë se me profesion jam teolog, studiues, jo vetëm që në studimet nga medresia Isabeu në Fakultetin e Shkencave Islame dhe Filozofisë në Sarajevo, por edhe sot e kësaj dite ndër dekada unë jam studiues, meditues, lexues, para së gjithash, para se të jem krijues letrar, jam meditues, lexues i tërjetshëm i teologjisë, mësimeve të teologos, mirë po unë kam edhe antiteologjinë. Është pak fenomen kjo, sepse komplet shkrimtaria ime unë i them Kafkës, nëse ti Kafkë ke letrarizuar jurisprudencën, ligjet e akullta burokratike, i ke letrarizuar, sepse me profesion ka qenë avokat, jurist, Kafka. Qa kam bërë them unë teologjin, misticizmin, spiritualizmin, dua të them ke ju, qa kam bërë, e kam letrarizuar. Do më thonë, komplet veprat e mia, qoftë në dramë, qoftë në prozë, gjithkund është Zoti, dashuria hynore, për arsye se në njerëzimi, që nga më kujtohet fëmijë kur kam lind, nona ime ndjes pas, është nga Malësia e Zezë, Karadaku Malësia e Zezë, e shikoj nga Shkupi Zëra atje lart, babai nga komuna Kaçanikut, unë kam lindur në Shkup, prap jam në Dardani, prap jam në Shqipëri, Shqipëri tona, që thot Kim Mehmeti, me plot simpati, më pëlqen ajo në Shqipëri tona jemi këtu, edhe tash unë çka kam bë, komplet edhe sot e kësaj dite që punoj. Parasysh se them ju kujtoj disa miqve kështu poet se habiten me mua. Ky njeri ç'është? U prezantova këtu profesor doktor, është gabim, nuk jam doktor unë. Sepse shumë njerëz thonë ky person është i çuditshëm Zekiria Idrisi. Jo, unë jam teolog me profesion, mirë po puna ime është se jam lidh me Zotin, ato ninullat e nonës teme, më kujtohet ka çak që ajo vesh më vesh, po ka qenë shumë e rëndësishme kur ndjep më ka përkund, ajo e thoshte Bismillah me emrin Zotit, rash në kraxhat tu qofsha, vori tem selami qofsha, vori im xhenetli. Do thon ka qenë një lloj bejtegjint mi kujton, me zim prekullën e këta. Do thon që në fëmijëri kur kam filluar të rritem, ne kam te libri letër bijave të mia, u flas tash vajzave që janë rritur, janë pedagoge sot në Berlin, shqyr Zote. Edhe tash ju tregoj vajzave te libri, ju drejtohem këtë fëmijëve të mërgatës në veçanti, familjeve shqiptare, ju drejtohem me mesazhin që domethënë detyrimisht duhet jemi falënderues në raport ke prindërit tanë që na kanë edukuar, pastaj prindërit e dytë për mua të shenjtë janë mësuesit, edukatorët, edukatoret që më kanë shkolluar nga shkolla fillore deri në universitet tanë që na instruan. Tër këtë rrugëtim timin, domethënë krijimtarin time këtë e kam mision të shenjtë. Vim nga dashuria e Zotit, jemi produkt i dashurisë Zotit. Tashi këtë produkt
unë e them, të jem në dashuri me Zotin, të thotë të jem në dashuri në radhë parë me vetveten, pastaj me familjen dhe kështu kalojmë shoqëri, dashuria universale gjithë njerëzore. Pastaj reflektohet gjithandaj. Dhe prandaj librat e mi kanë depërtuar të tjerët tash botërisht në shumë gjuhë botës, nga Amerika, në 5 kontinente shiten veprat më kryesore të mia, më kryesore, më thelbësore, pse për arsye në shumë gjuhë botës madje. Pse? Për arsye se e kanë pasë se këtu ka vlera universale gjithë njerëzore, domethënë, ajo dashuria jonë, shoqërore në kuptimin shoqëror. Po kur se harroj Itakën, shqiptarin, asnjëherë s'harroj. Vendin tim, vendlindjen, shqiptarinë. Si autori shumë librave, trajtoni tema dhe diskutime të ndryshme, qoftë nga libri Arratistja nga vdekja, roman psikofilozofik, kemi bisedë shpirtërore me Shënën Terezën, që e kemi këtu në studio, letër kryeheroi Gjergj Kastrioti Skënderbeu, flitet për kombin, flitet për fen, flitet për besimin, filozofinë e jetës. Sa keni ndryshuar ju për gjatë botimeve të librave të ndryshme? Bota juaj sa ka ndryshuar? Ju keni ndryshuar botën, mirë po edhe bota juaj si ka ndryshuar për gjatë të rrugtimeve? Ndryshe këta figura përpara se të... Unë kam evoluar dhe sot e kësaj dite jam akoma në Pantarej. Parasysh në lëvizje. Po vazhdoj. Jam në Pantarej. Ajo parimi themeltar në shkencë, gjithçka është në lëvizje, edhe unë jam në lëvizje, domethënë në mendimtari. Mirë po, çka kam marrë një përfundim nga analizat kritikat letrare që kam marrë, sidomos për Arratistjen nga vdekja, që është vlerësuar kryeveprimja, romani im psikanalitik dhe filozofik, është përkthyer në shumë gjuhë botë. Në disa gjuhë botës në gjuhën angleze e kam këtu Escape from Death. Escape from Death. Po death është në thonjza, për arsye se më tepër flas për vdekjen shpirtërore, ke parasysh për vdekjen tonë shpirtërore të përgjithshme, gjithë njerëzore. Streset, hallet, që një të gjalla, por shpirtërore. Është një fenomen që po ndodh kohën e fundit, në fakt, njerëzit nuk janë të... Por ama në çdo libër timin, ju kam thënë shumë miqve të mi që janë të fuqishëm, miqve mikeshave, që vazhdoni të lexoni se ka lexuar Tarzan 50 faqet e para, Zikria s'mundemi më tej ta vazhdojmë leximin, se është këtë tragjedi, odisat, mjerim, krye personazhi, plase krye personazhat aty. Mirë po, kur kanë dalë në fund ata që e kanë lexuar, thonë në fund është rilindja. Domethënë pas vdekjes vjen ringjallja, është optimizmi. Çdo libër kam në fund, domethënë atë njeriu kthehet në vetvete, kthehet ke Perëndia, ke Zoti, si krijues, kryer arkitekt i botës, universit dhe neve njerëzve dhe njeriu rilind. Në çdo libër timin edhe ke Arratistja njeriu domethënë është mesazhi im që ne duhet të gjejmë vetveten. Domethënë duhet të kërkojmë thellësinë e brendshme, të gjejmë atë shkëndijën për të rilindur. Për të rilindur, po. Inshallah unë shpresoj që edhe ju, gjithashtu, gjitha botët e artet e bukura, edhe sidomos poezia që është mbretëresha e arteve të bukura, pastaj proza e tjerë. Ne kemi synim, mision që përçojmë dritën. Rastësisht na u lidhe dhe tema e ditës sotme, siç e përmendëm në fillim, siç e tha edhe Valbona, ne kemi tema të ndryshme, kemi ditore, por kështu rastësisht na u lidh edhe me veprimtarinë tuaj, sepse a është qetësia shpirtërore luks apo nevojë për sot? Po e diskutojmë. Sepse shumica e njerëzve na ka kap kjo maqineria e zhvillimit të tepërt, i luksit, i krahasimeve, ambicieve të sëmura, të shfrenuara dhe e harrojmë ato. Komplekse të shumta që... Dhe këta janë ato gjithë domosdoshmëri për mendimin tim. Leherat që na domethënë e përfshim veten në shumë gjëra të kota, të themi, të kohës dhe harrojmë ato drejtuese, atë shpirtërore. Prandaj unë e them në çdo libër se më tepër shkruaj, pak flas. Kohëve të fundit kam filluar të shpreh, të kthehem dikur isha me retorikë, oratori jam marrë si këtu në Maqedoni kur kam qenë i ri. Më tepër shkruaj, sepse më mirë i shfaq mendimet, sepse dua t'i flas synimi çdo autori është i flet botës. Dhe prandaj unë punoj shumë në shkrimtari, pak punoj me gojë, nuk mund t'i shfaq, se më duhet të flas vetëm me metafora, ke parasysh. Mirë po, puna është se, domethënë, unë konsideroj zonjë Valbona dhe Zoti Ahmet që është domosdoshmëri, jo luks. Po është domosdoshmëri në këtë botë të sotme, si zhvillohet, siç e the shumë bukur e shpjegove. Kështu moderne, tepër e ngarkuar, tepër shumë lakmitar. Sigurisht, lakmia këto e tjerë. Unë këtu në këtë fushë shumë kam shkruar. Vetëm po para informoj. Kush e lexon librat e mi, në veçanti ato që i përmendë zonë Valbona, disa prej tyre që janë bisedë shpirtërore me Nën Terezën, letër Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Pastaj kam një vepër që akoma se keni lexuar, është e re kjo.
është pranvarit profetit Muhammed. Kjo më është botuar pranvarit profetit Muhammed alisra me 8 personazhe kam, po është dramë, është një risi se për profetin Muhammed janë shkruar shumë histori, jeta, vepra e tij. Më ka pëlqyer më shumë ti nga këndvështrimi jot. Po është nga këndvështrimi im me 8 personazhe, ku unë kam edhe konfliktin me kryedjallin Iblisin. Keni parasysh Luciferi në Bibël. E kam në fund atë konfliktin tim, aty i shfaqi unë, s'kam personazh tjetër, jam unë personazh, Zekiriaj, po. E shfaqi, pastaj e kam ëndër, kështu e kam te varri profetit në Medine, ku gjendet profeti Muhammed alayhis salam, paqja e Zotit qoftë me të. Aty e kam një dialog të gjatë brenda unë me te, ai me mua. E kam zhvilluar dhe është botuar në Prishtinë, është vlerësuar shumë. Tashi është marrë në Maqedoni, po ju lajmëroj nga kreu i Bashkisë Islame dhe këtu medreseja e Fakultetit Islamik. Dhe do më ribotohet në Maqedoni. Kjo do më ribotohet plus më është premtuar që do paguhet një regjisore aktor madje është vlerësuar për ta inskenuar në teatr. Këto e bëj vetëm si paralajmërim, tash unë nuk jam i sigurt se çfarë do bëj. Të shpresoj që do ndodhi kjo. Jam shumë kuriozitar për ta patur librin. Se Aratisja je fjala, fragmente nga Aratisja janë teatralizuar, ka qenë viti 2000 në Muzeun Historik Kombëtar, unë kam qenë aty, vetë personalisht si autor me bashkëshortën time, e them po tash unë jam autori këtyre. Se ishin të inskenuara mirë apo jo? Shumë bukur me nivel, ishin fragmentet e mia Iliri, Kristina te Aratisja, ose për shembull bisedë shpirtërore me Nën Terezën, unë kam patur fat që kam patur zonjën Aishe, Aishe kjo nga Gostivari, kjo ka bë bum aso kohë më kujtohet në këto teatrot, kjo si Aishe mbi emrin ja kam harruar. Zonja Aishe dhe ky Mumin Abdullahi, Mumin Abdullahi, ka luajtur rolin tim, Zekiriaj Idrizi, Mumini i Shkupit, edhe Aisha ka luajtur rolin e Nën Terezës. Edhe tash këto bisedë shpirtërore unë e zhvilloj tamam një dialog imagjinativ, unë shkupian ajo shkupiane, unë jam në Berlin, ajo ishte në Kalkut, 2 shkupian dhe zhvilloj unë musliman, ajo e krishter, dhe filloj tash i fusun e pikërisht këtu do doja të dal. Diskutoni për vendin apo për çështje fetare? Fillova nga vendi, domethënë nga vendi, shqiptaria, kombi, Itaka që e thash. Po, nga vendi. Fillojmë nga Itaka dhe pastaj shkojmë në dimensione tjera. Sa për kujtesë, kjo më ka pëlqyer kur e ka thënë me rastin e çmimit Nobel atje në Stockholm, kur e mori çmimin Nobel për paqe, Nën Tereza thotë vi nga një vend, sa ajo i ka fol botës tash atje. Vi nga një vend i vogël quhet Shqipëri. Ajo ka përmend Shqipëri. Shqipëri, domethënë. Shkupi, Tetova, Gostivari, Kërçova, Dibër atje, këndej është Shqipëri. Thjesht për mua Shqipëri. Se unë kam te një libër që ka marrë një çmim Fakultetin e Shkencave Islame, është shpallur nga teologët këtu, ka qenë viti 2016. Unë e kam shkruar vitet 2014, e parasysh. E mora çmimin më të lartë Mufti Vebidibra, sepse libri im Fundamentalizmi Islamik me titull Si fiksion dhe muslimanët antifundamentalistë është titulli, po e kam zhvilluar si ese dhe libër studimor, ku pikrisht e kam shkruar në kohën që ishte terrorizmi ndërkombëtar nga 11 shtatori këtej. Mirpo unë e kam zhvilluar njëjtë me Nën Terezën ose këto librat e mi, ku prapë fus gjuhën time të teologjisë. Domethënë gjuhën time profesionale, pastaj mendimore. Kaloj në kuptimin që si të bashkëjetojmë. Pastaj unë nga Shkupi kaloj në Berlin. Berlini është metropol. Dhe unë e zhvilloj me Nën Terezën bisedën sikur flas në Amsterdam, Stockholm ose dikun ç'a di unë në jug të Afrikës për shemb. Kështu e zhvilloj dhe njerëz kanë qenë të kënaqur brenda librit që dhurova. Aty keni pas librit keni 7 recenza të fuqishme, vështrime analitike që shumë është analizuar dhe sa për informacion në mira kopje është botuar ky libër. Kam patur fat si autor, se më kanë ndihmuar shoqëria, kanë vlerësuar shumë. Pastaj letër me kryeheroin Gjergj Kastrioti, letër kryeheroi Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Letër, domethënë, unë zhvilloj letër kryeheroi. E kam në kruje, keni dialogun në kruje, unë e imagjinoj sikur Fata Morgan paraqitet Skënderbeu dhe dialogon me mua. Unë dialogoj me të, domethënë hapim një mesazh, unë dëshiroj të përçoj një mesazh përmes figurave elitare, gra apo sepse edhe këtu ku e mora në ishullin Salamina, aty ishte edhe një çmim i lartë quhej Virginia. Unë i pash do zonja shqiptare që i njoh, janë të vjetra veterane, janë shkrimtare, poete, artiste, kulturologe, dhe për ato morën çmimin e lartë Virginia, ajo i pej për gjinin femrore. Unë e mora Aleksandri i Madh, meshkujt e mirnim,
Dhe me kë u takova atje? U takova me një grua, ajo bërtiti, unë bërtita kur u pam, se njemi gjatë kohë. O, biri im, o, nona ina, gjyshet, të them. Se ajo e mori Virginia. Do me thënë, këtu është une, nën Tereza, Elumja Gonxhe, Anjes Gonxhe Bujagjiu, pastaj është Kola, baba i tij. Kjo ka është një histori e fuqishme kjo. Shumë do të thënë. Nëse futem me këto dimensione janë të shumta, po unë do doja që se jemi 5 minutat e fundit, edhe më pëlqen domethënë zbërthimi i gjitha gjërave, do doja që ta zgjasim këtë bisedë, po sigurisht pas emisionit do ta zgjasim, do të diskutojmë shumë. Vetëm patjetër ta përmendim vëllimin, 10 vëllimor, i cili do të bëhet me personazhet më na spjegove dikues pak të më historisë tonë. Para emisionit na spjegove që ke bërë një, domethënë po një projekt libron në 10 vëllime. 10 vëllime me titull Portrete shkrimtarësh. Portretet e shkrimtarëve. Na tregoni pak më 1400. Po, kanë filluar nga Mesjeta. Që kanë filluar nga Mesjeta, shkrimtarët e parë që i kemi patur, deri në rilindasit, deri në ditën e sotit. E këtu kam punuar shumë, po. Duket një punë kolosale kjo që e kemi bërë. Kam punuar shumë atje, kam punuar me shumë shpirt, me shumë zemër, me inteligjencë natyrisht. Kam punuar, mirë po këtu kam një grup të fuqishëm që më ndihmon, edhe jemi në Shqipëri, Kosovë, gjithandej në diasporë. Tash e me kismet jemi, shëndosh e rehat, diku kemi përpara me një grup staf punues, 3 vjetë kemi kështu deri në 3 vjetë, sa do zgjasë nuk i dim, jemi pasaj të enciklopedia e shkrimtarëve shqiptarë. Kjo shkrimtarëve hynë gjithë, poet, studiues, përkthyes, gjithë ata që kanë qenë, gjithë që merren me shkrime, janë marrë njerë. Nga Mesjeta, pra, duke filluar nga Lek Matrënga, John Gjin Gazulli, sepse harrova ta përmendi gjithë themeltarët e parë të letërsisë shqiptare kanë qenë teolog, ja si unë puna ime, po. Këto e harrojnë disa. Unë vjen keq që e harrojmë, shumë keq që vjen, e zuhet të harrojmë. Deri pastaj te rilindja kombëtare, që gjithashtu kanë qenë figurat më të famshme, deri te Gjergjfishta, Komisia Letrare, Gjergjfishta, Panoli, Hafiz Ali Korça, pastaj Hafiz Ibrahim. Kam shkruar, do e shihni te libra Skënderbeu, unë kam punu shumë të fush, ndër dekada, mirë po, këto 2 vjet e gjysmë ka që e kam formalizuar dhe më zhbotuar vëllimi parë dhe dytë në Amerikë me shitjen Bar Globin, Portraits of Writers, në gjuhë angleze, tash e kam dërguar vëllimin e tretë. Janë diku 1500 faqe. Unë ju premtoj se shumë më shpejt do botohet në gjuhë angleze, komplet 10 vëllime, diku afro 5500 faqe. Shumë shpejt do botohet në gjuhë angleze. Ndërkaq në gjuhë shqipe nuk e di, për arsye se këtë projekt mund ta marrin vetëm Ministritë e Kulturës. Mund ta sepse ka një kosto shumë të madhe kjo. Sepse ka një kosto të madhe, po. Unë këto shpresoj, te Ministritë e Kulturës, në veçantë në Maqedoni shpresoj shumë, sepse jam i këtu. Sigurisht. Të shpresojmë. Dhe të shpresojmë që Jo, ka vepra që më janë botuar, sa për informacion, veprat më sublime, edhe pse më shumë i kanë botuar në Kosovë. Mirë po në Maqedoni janë ribotuar veprat më sublime këtu ku jam. Në Maqedoni edhe falenderoj shumë bashkëpunëtorët e mi që janë këtu, nga Shkupi deri në Dibër atje, Kumanove. Do më thonë, në fund e krye, unë kam bashkëpunëtor të fuqishëm në Maqedoni, se jam këtu, i Shkupit, pastaj në Kosovë dhe Shqiptaria kështu. Në Shqipëri jam shumë i lidhur, fuqishëm, dendur punoj me Shqipërisë, i falenderoj shumë nga zemra. Edhe kështu. Me që jemi minutën e fundit, kërkojnë ndjes, do të kisha dëshirë shumë të kemi një kohë shumë më të zgjatur për të diskutuar shumë, po me pikat shkurta u prek. Unë do doja që na vini, domethënë kom pas kohë vini. Dhe një mesazh të shkurtër për të rinjt, për shoqërinë, për ata që na shikojnë. Po, mesazhi im e shikon evoluimin për të mirë apo për të keq të shoqërisë tonë shqiptare. Jo, ka gjëra që edhe unë jam me juve këtu, sepse i analizoj me juve, sidomos mediat, respekt për media, sepse unë kam një harrova, tash kam bërë diku 600 faqe në skenën e arteve të bukura, ku i kam mediat, publicistët e këta, ja, kam punu shumë. Do jeni edhe ju subjekt, po ju informoj, ju do jeni, pse ju, se jam të rinia jonë, mu më pëlqen, shkollat, kopshtet, këto në Qajr, këtu bota shqiptare në Shkup, ta zëm, ku do të qofshim ne në këto pjesë të arbërisë, më pëlqen, do më thonë, që rinia jonë, se kemi elemente negative, klasaritje, edhe une mesazhi im është librat e mi të lexo nga lexuesit, sepse do gjejnë atje shumë, ky është mesazhi im. Të lexojmë më shumë, jo të dëgjojmë. Faleminderit shumë po. Edhe unë uroj që gjithë librat të lexohen dhe pastaj le të vendosen nëpër biblioteka, qoftë ajo edhe me 10 vëllimet në të ardhmen, uroj që të botohet edhe në gjuhën shqipe. Faleminderit shumë që ishit pjesëmarrës në emisionin e mëngjesit. Sa herë që të vizitoni vendlindjen, e keni deri në Ose harrova, unë ju thash e them publikisht, këtu kam bërë intervista të fuqishme në Median Alsat me
gjigante në zonë, për mua e njoh gjatë kohë me dekada, Adelina Markun edhe zonë Gjemazie Rizvanen. Kam bërë intervistat fuqishme dhe me juve jam sot shumë i kënaqur, kështu që unë do jem shpesh do vi në Shkup. Faleminderit shumë. Jo, shumë shpesh do vi, sinqerisht e them, se përpara më rrallë një herë në vjet kam Do marrë. diskutonim edhe për libra të tjerë. Jo, po do vi edhe me shumë qejf te ju kështu në emision. Faleminderit nga zemra. Faleminderit pushimet të këndshme dhe punë të mbarë. Shumë faleminderit. Ju uroj Shumë punë të Mos u mbarë dhe shuft juve. kur krimtaria. U shtoft.